lexojmë nga Dhjata e Vjetër, nga libri i profetit Neemia, nga kapitulli 4. Libri i Neemias, kapitulli 4. Neemia, kapitulli 4, nga fillimi. Kur Sanaballati dëgjoi që ne po rindërtonim muret, u zemërua, u revoltua thellë dhe filloi të tallet me judenjt. Dhe u tha përpara vëllezërve të tij dhe ushtarëve të Samarisë, çfarë po bëjnë këta judenj matuf? Do të fortifikohen? Do të ofrojnë flijime? A do të mbarojnë brenda një dite? Mos vallë, do të ringjallin gurët e konsumuar nga zjarri i togjeve të rrenojave? Tobiahu Amoniti, që i rinte pranë, tha, le të ndërtojnë, por në rast se një dhel për hipsipër, do të rrezojnë murin e tyre prej guri. Dëgjo o Perëndia ynë, sepse na përçmojnë, bëj që të bjerë mbi kokën e tyre fyerja e tyre dhe braktisjen e përbuzje në një vend të robërie. Mos e mbulo pallësinë e tyre dhe mos lejo që mëkati i tyre të fshihet përpara teje, sepse kanë provokuar zemrimin tënd para ndërtuesve. Ne pra i rindërtuam muret që u bashkuan deri në gjysmën e lartësisë së tyre. Populli e kishte marrë me zemër punën. Por kur Sanballati, Tobiahu, Arabet, Amonit dhe Asdodejt mësuan që riparimi i mureve të Jeruzalemit po përparonte dhe të qarat kishin filluar të mbylleshin, ata u zemëruan shumë. Dhe të gjithë së bashku komplotuan për të ardhur në Jeruzalem dhe për të krijuar trazira në te. Por ne ju lutem Perëndis tonë dhe për shkak të tyre vumëroje natë e ditë kundër tyre. Por ata të judes thoshin, forcat e mbartësve të peshave të vinë duke u paksuar dhe gërmadhat janë aq të shumta sa nuk do të arrijmë të ndërtojmë muret. Përveç kësaj, kundërshtarët tanë thonin, ata nuk do të dinë dhe nuk do të shohin asgjë derisa ne do të sulemi në mes tyre dhe do t'i vrasim. Kështu do të bëjmë që të ndërpriten punimet. Por kur judenjtë që banonin pranë tyre erdhen 10 herë rresht për të na thënë, nga do që të kthehemi do të na sulen, unë vendosa njerëz të armatosur në vendet më të ulta prapa mureve, e vendosa popullin sipas familjeve, me shpatat e tyre, shtizat e tyre dhe harqet e tyre. Mbasi e shqyrtova situatën, u ngrita dhe u thash Paris, gjyqtarëve dhe pjesës tjetër të popullit, mos keni frikë nga ata. Kujtoni Zotin e madh të tmerrshëm dhe luftoni për vëllezërit tuaj, për bijat tuaja, për bijat tuaja, për bashkëshortet tuaja dhe për shtëpitë tuaja. Kur armiqtë tanë mësuan që ne ishim të informuar mbi këtë gjë dhe që Perëndia e kishte bërë të dështonte plani i tyre, ne të gjithë u kthyem tek muret secilin punën e tij. Qysh prej asaj dite, gjysma e shërbëtorëve të mi merrej me punët, ndërsa gjysma tjetër kishte rrokur shtizat, mborojat, harqet dhe kishte veshur parzmoret. Komandantët qëndronin përpara tërë shtëpisë të Judes, por ata që ndërtonin muret dhe ato që mbartnin, o ngarkonin peshat, me një dorë merreshin me punimet, me dorën tjetër mbanin armën e tyre. Ndërsa ndërtuesit, duke punuar, mbanin secili shpatën e ngjeshur në ijet, ndërsa Borizani rrinte pranë mejet. Atëherë unë u thash Paris, zyrtarëve dhe pjesër tjetër të popullit. Puna është e madhe dhe e shtrirë, dhe ne jemi të shpërndarë mbi muret, larg njëri tjetrit. Kudo që të dëgjoni tingullin e Boris, atje mblidhuni pranë nesh. Perëndia ynë do të luftojë për ne. Kështu e vazhdonim punën, ndërsa gjysma e njerëzve të kishte rrokur shtizën, që në agim e deri në sa dilnin yjet. Në të njëjtën kohë i thash gjithashtu popullit, secili nga ju të rrijë me shërbëtorin e tij brenda Jeruzalemit për të na ruajtur natën dhe për të punuar pastaj ditën. Kështu as unë, as vëllezërit e mi, as shërbëtorët e mi, as njerëzit e rojes që më ndiqnin, nuk hiqnin rrobat,
por secili kishte armën e tij në ije. Amen, fjalës të Zotit. Aleluja. Populli i Perëndis gjendet në robëri, larg vendit të tij, sepse për shkak të mëkatit të tyre, ndërsa Perëndia ju kishte dhënë premtime të bukura, sepse Perëndia gjithmonë jep premtime të mira popullit të tij dhe e don veçanërisht popullin e vet. Kështu pra dhe popullin e Izraelit këtu në 10 vjetër i kishte dhënë premtime të bukura me një kusht, që të qëndrojnë besnik në fjalën e tij. Besnik në fjalën e tij, sepse Perëndia flet fjalë dhe ne njerëzit ftohemi që t'i bindemi fjalës të tij në mënyrë që të shijojmë jetën e përjetshme që ka të dhënë nëpërmjet Jezu Krishtit. Veçanërisht për ne në 10 e re, por për të gjithë jetë të përjetshme nëpërmjet Jezu Krishtit. Dhe gjithashtu të jemi të bekuar në këtë jetë, dhe i bekuar nuk është njeriu që ka shumë, që ka pasuri, që ka gëzimet e kësaj bote në këtë jetë që jeton, por ai që është në praninë e Perëndis. Dhe Zoti kishte premtuar se prania ime do të jetë gjithmonë me ju, kudo që të shkoni. Mjafton që ju të qëndroni besnik në fjalën time. Populli shmangej nga Zoti, mbretërit e Judës dhe të Izraelit largoheshin disa herë keq, disa herë akoma më keq, disa herë edhe ktheheshin tek Zoti, por përfundimisht Perëndia u largua prej tyre dhe kështu erdhin në Nebukadnestari, i cili e mori gjithë popullin në robëri në Babiloni. Por edhe atje në Babiloni, Perëndia ka një plan të bukur për popullin e vet. Ma çfarë Perëndie është ky vëllezër dhe motra? Kush është ky Perëndi në të cilin ne besojmë? Lavdi emrit të tij të shenjtë. Dhe atje larg ku ishin, ku populli ishte larg fytyrës të Zotit, Perëndia kishte përgatitur dhe kishte dhënë një plan të bukur për popullin e tij në mënyrë që të kthehet përsëri në vendin e tyre në Jeruzalem. Dhe mundësisht nëpërmjet profetit Jeremia kishte thënë se kur do të bëhet kthimi i tyre në vendin e tyre. Dhe këtu jemi akoma në periudhën e robërisë dhe Nehemia, një njeri i bekuar, jude, njeri i Perëndis, po mos të bëj gabim, emri Nehemia do të thotë Zoti më ngushëllon. Ja fantazoni një njeri që është në robëri, por ka ngushëllimin e Zotit. Dhe ky njeri ishte një njeri i veçantë, se si zemra e tij ishte përgatitur që të shërbej Perëndis, vullnetit të Perëndis, dhe sigurisht bashkë me vullnetin e Perëndis të shërbej popullit të Perëndis. Dhe sikur se lexojmë në kapitullin e parë të Nehemias, puna e tij ishte kupëmbajtësi. Ishte që kupëmbajtësi i verës, atje në Babiloni, që merrej në punët e pallatit të mbretit, i cili ishte larg Jeruzalemit, larg jugës, kupëmbajtësi, ashtu sikur se dëgjoj disa fjalë se pjesëtarët e tjetër të judejve që kishin mbetur mbrapa në Jeruzalem, janë në pikëllim të madh dhe të përbuzur, dhe se si muret e Jeruzalemit janë të shembura, ndërsa gjitha dyert e mureve ishin të djegura dhe të shkatërruara, pra shkatërrim i plot në Jeruzalem. Por Nehemia është njeri që i dhemset Jeruzalemi, është njeri që e don Jeruzalemin, është njeri që i dhemb, dhe për ne sot nuk është Jeruzalemi toksor, por është kisha e Jezu Krishtit. Aleluja. Dhe njeriu ose Perëndia kur gjen njerëz që të duan Jeruzalemin, dhe e kemi thënë vëllezër dhe motra, dheun të kenë dëshirë dhe dashuri për dheun e Jeruzalemit, atëherë Perëndia gjen shërptor të tillë që të mund të veprojë me ta. Kur të gjen shërptor që ta duan vllazërin, gjen shërptor dhe shërptore
që të duan të shërbejnë dhe të japin jetën e tyre për vllazërinë, për kishën dhe të kenë dhëmshuri për kishën, dhëmshuri për vëllezërit, sepse kisha nuk është muret, por kisha janë vëllezërit tonë që shohim rreth e qarknesh, dhe të gjithë vëllezërit tonë patjetër, në të gjithë Greqinë apo në të gjithë botën. Atëherë Perëndia kështu do të veprojë. Atëherë është ora e Perëndisë. Dhe sikur se shef zemrën e Nehemias, e dëgjon Perëndia, vëllezër dhe motra, që lutej, që qante, që mbante agjerim dhe që t'i thot Perëndia, të lutem o Zot Perëndi i qiellit, ti që ke mëshirë për të gjithë ato që të duan, tani dua të rrefej mëkatet e popullit tim. Sa bukur lutja e tij, më kujton lutjen e Danielit. Njerëz të tillë kërkon Perëndia të gjej. Zemra të tilla. Don t'i bëj zemrat tona të tilla, Zoti. Vënë dhe vetën e tij, duke thënë se edhe unë, edhe shtëpia e atit tim dhe i gjithë popullit mëkatuam. Kthehet pra tek Perëndia dhe e din se Perëndia është i dhëmshur, Perëndia është dashuri dhe kush kthehet tek ai, Perëndia do ta mëshirojë. Dhe tani me dhembje, me dashuri në zemër të vet, lutet për vëllezërit e tij. Lutet për Jeruzalemin. Ma ti Nehemia je në pallatin mbretëror, atje ku je. Je pranë mbretit. Je kupëmbajtës i mbretit, është nderi i madh ishte atëherë. Të çoje verën mbretit, Tani ty ç'të intereson se ç'bëhet në Jeruzalem, çfarë bëhet atje? Do të mund të mendoje dikush dhe të thotë, maç mire kanë derisa nuk patën kujdes, nuk u ruajtën, por ja që Nehemia nuk është kështu. Jo vetëm që nuk është kështu, por tha do të kthehemi tek ti o Zot. Dhe sikur se ti ke premtuar se në qoftë se bijtë e Izraelit bën shkelës të fjalës sate, unë do ta tërheq hirin tim mbi ta. Këtë gjë ne e pësuam o Zot. Por thot në fund të lutjes të tij, unë lutem o Zot tek ti dhe veshi të jeti kujdesshëm në lutjen e shërptorit tënd. Dhe të lutem më jep mbarësi shërptorit tënd dhe më jep bëj që të gjej hir përpara mbretit. Pra kishte vënë në zemrën e tij që të shkojë në Jeruzalem dhe të ndërtoj muret e Jeruzalemit. Në zemrën e tij erdhi kjo dëshirë. Çfarë mund të bëj? Çfarë mund të bëj për Jeruzalemin? Tha, mundem të shkoj, dua të shkoj të rindërtoj muret. Këtë do të bëj. Por si do të shkoj të ndërtoj muret? Derisa jam në Babiloni. Të lutem, i thot Perëndis, nuk do të shkoj me forcën time, por i lutem emrit tënd të shenjtë dhe kërkoj të gjej hir përpara mbretit që të më dërgoj mbreti të shkoj në Jeruzalem. Dhe kështu me të vërtet, mbreti Artaxerxi, që ishte atëherë në atë kohë mbret, i jep misionin që të mblidhet, të mbledhë njerëz dhe të kthehet në Jeruzalem për të ndërtuar ose rindërtuar muret. Dhe tani në kapitullin e 4 që lexojmë tek Nehemia, ku Nehemia gjendet aty, ka vazhduar dhe ndërton muret, ja fantazoni pak. Nuk kishte gur mbi gur, të gjitha të shembura. Dyert e muret ishin të gjitha të djegura në zjarr, pra shkatërrim i plot. Dhe kanë vajtur tani pak njerëz që të ndërtojnë një mur të madh. Ja fantazoni këtë, është e pamundur që të bëhet kjo. Dhe aq më tepër kur atje janë armiqtë e tyre, të cilën të parën gjë që bën ishte që t'i tallin, t'i përqeshnin judejt. Dhe na thot shkrimi se Sanballati, kur dëgjoi që po rindërtohen muret, u zemërua shumë, thot. U revoltua dhe nuk ishte njëri i Perëndis. Sanballati ishte aty që banonte në Samari, në ato vendet afër, sepse njerëzit e Perëndis nuk zemrohen
nuk revoltohen dhe kështu u foli vëllezërve të tij dhe ushtarëve të Samaris, duke thënë ç'po bëjnë këto judejnë matuf, i quan matuf, të pamende, do të fortifikohen, do të bëjnë flijime, do të mund të ringjallën gurët e konsumuar që i ka djegur zjarri. Nga ana njerëzore nuk bëhet kjo, por Nehemia thot me Perëndin të gjitha bëhen. Dhe pran Shanballatit ishte edhe Tobiahu Amoniti, dhe i thot edhe nëse këto judejnë ndërtojnë një dhel për nëse ngjitet në muret e tyre, do ta shemb murin. Kaq i dobët do të jetë muri. Kështu thot bota, vëllezër dhe motra, kur të shef dhe i shërben, kur të shef dhe ke marrë vendim të ndërtosh murin në Jeruzalem, ti shërbesh popullit të Perëndis, armiku do të vijë të tallë. Çfarë po shkon të bësh tani? Tani ti je një drejtor në punën tënde, i madh në atë punë që je, shkon dhe lan pjata. Dhe ua kam thënë, vëllezër dhe motra, sa më ka bërë përshtypje kur hyra fillimisht në Kish dhe të gjitha vitet të shoh vëllezër që në këtë botë kishin vende pune shumë të mëdhaja, ishin drejtor, ishin kapiten anijesh, por të cilët kur erdhën në Kish morën një vendim që t'i shërbejnë popullit të Perëndis dhe mundësisht të vënë edhe një përparse përpara tyre dhe të vazhdojnë të lajnë këmbët e të shetërve të vëllezër dhe motra. E mrekullueshme nuk është kjo. Kjo vetëm në kishën e Jezu Krishtit bëhet. Dhe ftohemi të lavdërojmë Perëndin për këtë. Aleluja. Dhe kështu përçmimi i armiqve të ky ishte. Edhe nëse do të ndërtojnë, një dhel për të ngjitet në muret e tyre do ta shemb. Por Nehemia i dëgjon këto, por çfarë bën, shkon tek Zoti i tij. Dhe po të kesh marrë vendim, ti shërbesh popullit të Perëndis, dhe armikët të vinë dhe të thotë se ti nuk do t'ja dalesh, nuk mund nuk shef se sa kam unë, do të thotë armiku, sa shumë shqetësime të kam vënë me gjërat e kësaj jete dhe je i lidhur me këto, nuk do të mundesh. Shporru prej meje Satan. Do të shkoj tek Perëndia im, do të më jap forcë Zoti im. Gjë të cilën bëri Nehemia. Dëgjoj Perëndia im se si po na tallin dhe na përqeshin dhe ktheje talljen dhe përqeshin e tyre kundër tyre o Zot, sepse po na përqeshin ne që po ndërtojmë. Dhe kështu ne vazhduam të rindërtojmë muret dhe i gjithë muri vazhdoi të lidhet rreth e qark. Një mrekulli kjo. Vazhdoi të lidhet muri sepse populli kishte vënë në zemrën e tij që të shërbej dhe të punoj. Kush e bëri këtë? Nehemia? Jo, vëllezër. Zoti e vuri në zemrat e tyre, por nëpërmjet lutjeve të Nehemias dhe të shërbëtorëve që kishte zgjedhur Perëndia. Aq më tepër tek ne sot, kur të shohim dobësinë tonë që t'i shërbejmë popullit të Perëndis, dobësinë tonë dhe mirë bëjmë që shohim dobësinë tonë, shkojmë tek Zoti dhe themi: "Eja Zoti, më jep forcë, më jep hir të lutem dhe ndihmom që t'i shërbej popullit të Perëndis." Por djalli nuk qëndron i qetë, derisa pa që me përqeshin dhe me përçmimin që bënin, morën armiq tek paragrafi 11, thot që t'i sulmojnë. T'i sulmojnë dhe t'i vrasin fare, gjithë ato që ndërtonin muret. Të mërshme kjo. Së pari me përqeshin dhe metallet e tyre nuk ja dolen, por djalli përdor shumë mënyra që të mund t'ja dal asaj që don të bëj. Por ti dhe unë, a do të qëndrojmë besnik në vullnetin e Perëndis dhe ta kundërshtojmë? Kjo është sekreti. Të kundërshtojmë, jo me forcën tënde edhe me forcën time, por me forcën e Perëndis. Dhe sikurse e marrin vesh judejnë dhe Nehemia, sepse Perëndia, nga që Nehemia është njëri i gjunjeve dhe i lutjeve, Perëndia e informon. Dhe kështu shkon ju flet vëllezërve të tij, qeveritarëve të popullit, të parëve, të fisëve, dhe ju thot mos keni frikë, dhe i thot gjithë popullit, mos keni frikë. Dhe mund të hyjë dhe frikë në zemrat e tyre, por Nehemia ju thot mos keni frikë prej tyre. Kujtoni Zotin të madh dhe të mrekullueshëm dhe luftoni
në favor të vëllezërve tuaj. Luftoni për të mbrojtur njëri tjetrin. Pra pa pritur këto njerëz ndërsa kishin shkuar që të ndërtojnë muret, të vënë gurin mbi gurin, të ndërtojnë muret, kishin marrë veglat e tyre, kishin marrë lopatat, çekanët, gjithë ato që kishin për të punuar, pa pritur, shohim se në jetën e tyre mund të futet edhe lufta, beteja. Ma unë shkova të ndërtoj, tani do të duhet të luftoj, kështu thot Nehemia. Luftoni për vëllezërit tuaj, për bijtë tuaj, për bijat tuaja, për bashortet tuaja dhe për shtëpitë tuaja. Dhe kur armiqtan mësuan që ne ishim të informuar mbi këtë gjë dhe që Perëndia e kishte bërë të dështonte plani i tyre, ne të gjithë u kthyem tek muret, secili në punën e tij. Këtu bëhet pra një mrekulli, vëllezër dhe motra, se Nehemia, sipas urdhërit të Perëndis dhe sikur se ja tregoi Perëndia, jep urdhër gjithë vëllezërve që të bëjnë këtë, që gjithë secili të punojë nga njëra anë dhe nga ana tjetër të ketë edhe armën për mbrojtje, që të jetë gati për të luftuar. Pra nga njëra anë shërbes dhe shërbim, nga ana tjetër luftë dhe betejë. Pra shërbes që të rindërtohen muret e Jeruzalemit nga njëra anë dhe gati për betejë me armikun nga ana tjetër, dhe që të dyja së bashku tek çdo njeri që ka marrë këtë vendim të mirë. Dhe thot tek 17, paragrafi 17, ata që ndërtonin muret dhe ata që mbartnin e ngarkonin peshat, me një dorë merreshin me punimet dhe me dorën tjetër mbanin armët e tyre. Të ndërtuesit, duke punuar, mbanin secili shpatën e ngjeshur në ijet, ndërsa Borizani rrinte pranë mejet. Dhe vim tani ta shohim këtë në jetën tonë, sepse kohrat janë të fundit, ditët janë të fundit. Shohim se ç'bëhet atje në lindjen e mesme, dhe jo vetëm në lindjen e mesme, por shohim rreth e qarknesh mëkatin të ketë arritur kulmin, dhe kjo është lajm i Perëndis që të na thojë se po vjen fundi, është afër fundi. Dhe duhet që ne të ngrihemi nga gjumi, të zgjohemi nga gjumi, dhe çfarë të bëjmë? Nga njëra anë shërbes, çfarë? Të shërbejmë, të rindërtojmë muret. Jeruzalemi ka nevojë të rrethohet me muret. Dhe këtë sikurse kemi thënë herë tjetër, të gjithë jemi të nevojshëm në këtë vepër. Nuk është vetëm për pleqët e kishës, për dhjakët, për të vajosurit, për vëllezërit e vjetër, nuk është vetëm për burrat apo për gratë, të mëdhenjt apo të vegjëlit, por është për të gjithë. Pra ekziston nevoja e shërbesës. Të shërbesës ku? Që të shërbejmë në Jeruzalem, në muret e Jeruzalemit. Aleluja! Dhe Nehemia, derisa e dinte këtë, duke folur fjalën e Perëndis vëllezërvet, Perëndia jo avuri në zemër që të shërbenin dhe të punonin të gjithë. Dhe mundësisht tek 10 thot se forcat e mbartësve të peshave vazhduan duke u paksuar dhe duke u dobësuar. Pra vjen koha që të provoj gjërat. Dhe kemi nevojë për ripërtëritje, kemi nevojë që të shkojnë përsëri punëtorët tek Zoti, të agjerojnë përsëri, të luten përsëri. Zot na jep përsëri forcë, na jep përsëri zell, na jep përsëri dëshirë që të shërbejmë Jeruzalemit. Aleluja, vëllezërvet. Dhe jo vetëm vëllezërvet, për të gjithë atyre që ke gati o Zot t'i sjellësh në shtëpinë tënde. Ja fantazoni vëllezër të vinë 20 veta në mes nesh, nuk them për më tepër, por 20 veta, dhe të jetë nevojshme që t'ju shërbejmë të gjithëve. Djem, vajza, të mëdhenj, të vegjël. Sikur ju thash se Perëndia tani në fund bën gjëra të veçanta tek të rinj, por edhe tek të mëdhenjt. Disa shpirta që sjell Zoti, dishepuj, akoma një vëlla që është në ushtri, i flet ushtarëve të tjerë dhe njerëzit besojnë dhe shkojnë dhe luten së bashku, kërkojnë të gjejnë vend që të luten.
ka 2 ditë në ushtri, ju flet dhe besojnë vëllezër dhe motra. Këtë kush e bën? Perëndia e bën. Por duhet dikush të ndërtoj, dikush të punoj, dikush të shërbej. Aleluja. Duhet dikush të hap gojen e tij. Duhet dikush të laj këmbët e të shenjtërvet. Duhet dikush të shkoj të fshi lot. Duhet dikush të shkoj me dorën e tij të godas shpatullat e vëllait, duke i thënë vazhdo vëlla, mos ndalo, por ec. Dikush duhet të fshi kishën, ta pastrojë, të jetë e pastër, të vinë ne ta gjejmë pastër. Dikush duhet të gatuj ushqim që të kemi të ham të gjithë së bashku. Dhe sa vepra të tjera në kishë të Perëndisë, qoftë brenda, qoftë jashtë kishës. Pra janë që na fton Zoti të shërbejmë dhe nga ana tjetër, nuk është vetëm që të shërbejmë kështu, nuk janë vetëm veglat për të ndërtuar muret, por është edhe arma. Arma, sikur se na thot këtu fjala e Perëndis, gjithë secili e kishte shpatën e tij në hijet e tij gati për luftë, sepse përveç shërbesës është edhe betejë. Përveç shërbesës është edhe lufta. Dhe duhet të jemi të veshur me armët e dritës në mënyrë që ta godasim të ligun në betejën tonë të përditshme. Nuk kemi kohë për të pushuar me. Është koha që të rimëkëmbemi, fryma shet do ta bëj këtë dhe të na vej zell në zemrat tona. Këtë do të kërkojmë sot vëllezër dhe motra. Së pari që të shërbejmë dhe e dyta të përgatitemi për betejat që janë për të ardhur derisa të vijë Zoti të na marrë. Amen, fjalës të Zotit.